Një debat i ri ka filluar lidhur me dy ngjarje historike, revolucionin Flamingo dhe lëvizjen e dhjetorit 90. Ndoshta është herët për t'i krahasuar sepse revolucioni Flamingo është vetëm në ditën e 9 dhe ende nuk ka asnjë rezultat politik, por duhet pranuar se në çdo rast do të ketë një impakt. Gjithsesi, lëvizja e dhjetorit pas 5 ditësh rrëzoi gjithë sistemin. Por cilat janë dallimet mes tyre? Flamingo filloi në Zvërnec, ndërsa lëvizja e dhjetorit filloi në qytetin Studenti. Flamingo filloi me kauzën e largimit të një investimi amerikan, Ivanka ik, ndërsa lëvizja e dhjetorit filloi me thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Flamingo filloi pas rrahjes së një minoritari grek i cili sipas pretendimeve u zvarrit barbarisht nga policia private dhe u mbështet nga qeveria greke dhe Fredi Beleri. Lëvizja e dhjetorit filloi nga studentët me kërkesa për përmirësimin e kushteve ekonomike dhe garantimin e të drejtave politike. Flamingo pas 9 ditësh ende nuk ka as platformë dhe as strukturë përfaqësimi. Lëvizja e dhjetorit brenda 5 ditësh zgjodhi strukturat, negocioi kërkesat dhe shpalli partinë politike. Flamingo proteston në kushte ideale dhe 10 media transmetojnë live, ku mijëra protestues filmojnë veten, fotografojnë familjet dhe vishen luks sikur shkojnë në dasmë. Lëvizja e dhjetorit zhvilloi në kushte terrori, varfërie, mjerimi, izolimi, pa media, pa rrjete sociale dhe me mungesë ushqimi. Flamingo mbështetet nga Europa kundër Amerikës dhe qeverisë Trump, por edhe nga Greqia apo disa segmente arabe kundër investimeve amerikane ose izraelite. Lëvizja e dhjetorit mbështetej nga i gjithë perëndimi, pasi Shqipëria konsiderohej ishulli i fundit i komunizmit në Europë. Flamingo përfshin disa grupime me interesa antagoniste brenda vetes. Aty protestojnë minoritar grek dhe çam, musliman me shami, por edhe aktivistë LGBT, socialistët e Lalit dhe demokratët e Saliut, sorosistë dhe trumpistë. E gjithë kjo e pengon të strukturohet. Lëvizja e dhjetorit kishte një kauzë dhe disa grupe me të njëjtin interes. Studentët, qytetarët, intelektualët, të përndjekurit politik dhe ishpronarët kishin një interes të përbashkët për të grupuar politikisht në një apo disa parti kundër Partisë Komuniste. Flamingo kërkon largimin e dyshes Rama Berisha, por nuk ka organizim për të nxjerrë një alternativë që t'i konkurrojë. Kush është dyshja që do të garojë në zgjedhje për t'u marrë pushtetin dy të tjerëve? Lëvizja e dhjetorit prodhoi mira figura të reja politike që konkuruan kundër figurave të konsumuara të komunizmit. Ramiz Alia humbi në zgjedhje si deputet personalisht në Tiranë. Flamingo ende nuk e ka të qartë vetveten. Nëse është një lëvizje ambientaliste për të mbrojtur mjedisin, florën, faunën, zogjt apo insektet, apo një lëvizje nacionaliste kundër investimeve të huaja, kundër emigrantëve, kundër Izraelit, kundër Amerikës, kundër shitjes së tokës të huajve e të tjerë. Askush nuk e di se cila është ideologjia e kësaj lëvizje. Lëvizja e dhjetorit ishte e qartë dhe prodhoi disa platforma politike në mbështetje të demokracisë liberale. Flamingo ende nuk dihet nëse synon largimin e Ramos apo të Ivankës, nëse synon largimin e projektit apo të resortit në Zvërnec, nëse do të shkaktojë zgjedhje të parakoshme apo vetëm protesta në bulevard. Lëvizja e dhjetorit ndryshoi sistemin, kushtetutën dhe regjimin politik. Ajo largoi qeverinë dhe hapi një kapitull të ri në histori. Ajo e kaloi vendin nga monizmi në pluralizëm. Me të mirat apo të këqijat e saj, rinia e Flamingos do të marrë shembull nga studentët e dhjetorit, sepse në të kundërt do të harrohet njësoj si protestuesit kundër armëve kimike. A ju kujtohet ndonjë emër prej tyre? Ndryshimi mes dy lëvizjeve nuk përcaktohet nga veshjet e bukura apo fotot në Facebook. Një siamatse e suksesit të dy lëvizjeve politike janë rezultatet dhe ndryshimet në sistem, kushtetutë, regjim dhe në të drejtat themelore. Revolucionet në TikTok mund të jenë progresiste, por nuk kanë domosdoshmërisht thelb politik. Koha do të tregojë sa forcë do të kenë Flamingot për të larguar nga politika jo vetëm dy dinozaurët e vjetër Berishën dhe Ramën, por edhe sistemin që ata kanë ndërtuar. A do të ketë forcë Flamingo që pas 3 muajsh të ketë gjysmën e parlamentit ashtu si dhjetoristët në vitin 91? Nëse jo, është e vështirë të krahasohet forca e studentëve të vitit 90 me Flamingot. Nëse ata kanë dalë për të mbetur një shoqat dhe jo për të shndërruar në parti politike brenda 3 muajsh, atëherë nuk ja vlen të krahasohen as me sindikatat e minatorëve që rrëzuan dy qeveri. Gjithsesi, ata duhet mbështeten dhe të orientohen drejt krijimit të Partisë Shqipëria e Re.